Një fond shtetëror është bërë një nga pronat më të mëdha të biznesit në Turqi, pasi një fushat kundër korrupsionit transferoi qendra kompani private në duart e qeverisë, duke ngritur shqetësime për një grabitje të aseteve të motivuara politikisht. Hetimet dhe bastisjet e korporatave kanë tronditur figurat kryesore të biznesit dhe kanë krijuar teoritë shumëta se pse po ndodhin ato, jo vetëm sepse partia në pushtet për drejtësi dhe zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan ka përdorur më parë fondin shtetëror të garancisë së depozitave për të sekuestruar asetet e kundërshtarëve të saj politik. AKP-ja e ka përdorur prej kohësh TMSF-n si një mjet për të rregulluar ekonominë dhe për të kanalizuar burimet drejt kompanive pranë saj, duke lënë mënjan ato që ishe si rival, tha Berkesen, profesor asistent i shkencave politike në Universitetin Sabancı të Stambollit, e se nshtoi se qeveria tani mund të jetë duke u përpjekur të riformsoj se kush e kontrollon ekonominë dhe të rikonfiguroj strukturën kooperative të Turqisë. Konglomerati Can Holding, prodhuesi i qelçit dhe sodës, Sinor Group dhe rafineria e arit në Stamboll janë ndër kompanitë e fundit përfshira në hetime, të cilat kanë rritur ndjeshëm numrin e bizneseve të mbajtura nga TMSF-ja në vetëm 12 muaj. Sipas shifrave, TMSF, e cila vepron si administratore për kompanitë ndërsa ato hetohen, aktualisht kontrollon 1056 biznese të konfiskuara, krahasuar me 675 një vit më parë. Bizneset përfshin të gjithë gamën e ekonomisë së Turqisë, nga media, financat dhe energjia, te klubi i futbollit Kasim Pasha, ekipi i fëmijërisë Erdoganit. Hetimet dhe arrestimet shoqëruese kanë shqetësuar sektorin privat të Turqisë, duke ngritur frikë në lidhje me sigurinë e të drejtave të pronësisë dhe zbatimin selektiv të ligjit nga gjykatat. Kjo është veçanërisht e vërtetë pasi besohet se Erdogan po kërkon të zgjas kontrollin e tij mbi Turqinë për një mandat tjetër presidencial pas më shumë se 2 dekadash sundimi gjithnjë e më autokratik. Bizneset turke janë tashmë në presion nga një ekonomi në vështirësi dhe efekti frenues si një goditje ndaj partisë më të madhe opozitare në vend, e cila filloi në mars me arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit Ekrem İmamoğlu për akuza për korrupsion. Kritikët thonë se akuzat janë motivuara politikisht. Shpjegimi më i thjeshtë për hetimet dhe sekuestrimet e aseteve, thon analistët dhe udhëheqësit e biznesit, është se qeveria dëshiron të rrisë reputacionin e saj midis votuesve, duke treguar se është e ashpër ndaj të gjitha llojeve të korrupsionit. Qëllimi i saj është të tregojë se gjykatat e Turqisë janë të pavarura dhe se prokurorët nuk po veçojnë opozitën për veprime ligjore. Një mbështetje për këtë teori është ndalimi i profilit të lartë javën e kaluar i 19 personazheve të famshëm të medias të dyshuar për përdorim droge, të cilin disa analistë përshkruan si teatër shtypjeje të hartuar për të treguar vendosmërinë e qeverisë për të pastruar shoqërinë nga kriminaliteti. Hyjet e muzikës dhe televizionit u liruan pas testeve të drogës dhe deri më sot nuk është ngritur asnjë akuzë. Një mundësi më e errët, thanë analistët, është se ekonomia në vështirësi e Turqisë ka rritur nevojën që partia në pushtet e Erdoganit të financojë rrjetet e patronazhit përpara zgjedhjeve të ardhshme presidenciale të planifikuara për vitin 2028. Frika e pathënë e komunitetit të biznesit është se hetimet nuk janë një operacion me duart pastra, por një sulm i plot frontal ndaj sektorit korporatave, thot Atilla Yesilada, një analist me qendër në Stamboll në kompanin konsulente Global Source Partners. Yesilada shtoi se shqetësimi është se qëllimi i Erdoganit është të drejtojë fondet ose drejt për drejt në thesar nëpërmjet TMSF-s ose të riorganizojë kapitalin nga shefat të duart besnike. Janë vërtet i friksuar të sugjerojë që këto falimentime mund vazhdojnë për vite me radhë për të ushqyer regjimin, tha ai. Në bastisjen e fundit kundër korrupsionit, policia turke javën e kaluar arrestoi 21 persona të lidhur me rafinerinë e arit të Stambollit me akuza për mashtrim të dyshuar. IGR-ja, e cila është ndër 5 kompanitë më të mëdha industriale të Turqisë, nuk ju përgjigj kërkesave për koment. Shoqata e tregut të arit të Londrës tha javën e kaluar se kishte filluar një proces shqyrtimi të incidentit dhe kishte kërkuar një deklaratë zyrtare. Askush nuk duket se e di se çfarë po ndodh, por goditja e korrupsionit ngre shumë çështje, thot një firmë konsulence. Midis tyre është cilësia e rregullatorëve të Turqisë, duke qenë se ata miratuan marrëveshjen me median Can, vetëm që ajo të hetohej nga prokurorët menjëherë pas kësaj. Një çështje tjetër është pavarësia e administratorëve të TMSF-s, duke qenë se ata kontrollojnë asete që u vlerësuan nga fondi në 328 miliard lira ose 10 miliard dollar në fillim të këtij viti. Cilado qofshin arsyet pas masave të ashpra, vetë fakti që ka ndodhur jep një sinjal. Nëse do të më duhej të spekuloja ka të bëjë me Erdoganin që po dërgon një mesazh, nuk ka të paprekshëm.